Gjithë dhe bashkë. Mirësoj gjetëm. Si shkoj falja namazit? Kishte pjesmarrje? Shumë mirë shkoj, po më se kishte pjesmarrje më tepër se kapaciteti. Tu mrena bota? Po, tu mrena. Shumë mirë. Atje ishte koha pa përshtatshme. Po. Edhe vendosën tu mrena. Mirë kaloj. Shumë mirë. Po tjetër, shpresoj që kemi dhënë ato mesazhet e duhura për njerëzit që t'jenë kujdesshëm edhe jashtë Ramazanit, jo vetëm brenda Ramazanit. Edhe të manifestohet një harmoni ndërnjerëzore kudo që ndodhem. Kjo është kryesori dhe ky është synimi domethënë i Islamit që ta njerëzit me jetu në paqe dhe në harmoni. Kjo është kryesori dhe kjo është domethënë bajram që me të vërtetë meritojnë në radhë të parë ata që i kanë sakrifikuar. Jo vetëm bajram, por në gjithë jetën e tyre, me ibadetet ndryshme, me namaz, me agjerim. Shpresoj që edhe në Lezhë të sjellë një gëzim të përbashkët gjithë qytetarët e Lezhës dhe jo vetëm. Në fakt, Fitër Bajrami është një festë e madhe dhe është jo vetëm për besimtarët musliman të Lezhës, por të mbar Shqipërisë dhe Lezhë duke qenë një qytet me rëndësi dhe me histori të veçantë, bashkëjetesën fetare dhe komunitare kanë qenë vëmendjes dhe kanë me shumë rëndësi në fakt. Dhe në këtë moment unë zgjolla që të vit të jap urimet në të përzemërta komunitetit musliman të Lezhës, veçanërisht atyre që agjëruan, që sakrifikuan për gjatë këtyre 3 ditëve, por edhe atyre që në pamundësi e kishin për shkak të rrethanave shëndetësore, por me lutjet e tyre ishin shumë afër Zotit. Urojmë që Zoti t'ju shpërblet sakrificën dhe mundin me besimin që e mira nesër do të triumfojmë mbi të keqen, sepse kjo është një festë e dëmshurisë, kjo është një festë e mirësisë, e solidariteti që afron më afër lezhjanët dhe shqiptarët, kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona, më afër njëri tjetrit. Ne jam besim plot që ditë më të mira do të vinë për gjithë njerëzimin, për Lezhën dhe mbar shqiptarët, sepse e meritojmë fakt, e meritojmë gjithë bashkë, e meritojmë familjet tona. Ne njëherë gëzuar Fitër Bajramin, me fat, shëndet e mbarësi për familjet tuaja, për gjithë komunitetin lezhjan dhe mbar shqiptar. Faleminderit. Qoshit gëzuar edhe ju. Faleminderit që ishin e marësi në familje që keni. Bashkë me ju. Shëndet e marësi. Ne erdhëm pranë xhamisë së Lezhës për të uruar të gjithë besimtarët musliman të Lezhës dhe të mbar Shqipërisë gëzuar Fitër Bajramin, gëzuar Bajramin e Madh, që është një festë e madhe që i bashkon të gjithë shqiptarët përtej përkatësive fetare, aq më tepër që Lezhë harmoninë fetare dhe komunitare e ka të jashtëzakonshme. Ndaj gjej rastin t'i përcjell urimet më të mira besimtarëve musliman, por mbi gjitha atyre që agjëruan për gjatë 30 ditëve të Ramazanit, por edhe atyre që në pamundësi, por me lutjet e tyre ishin shumë afër Zotit, urimet më të mira, shëndet e marësi për të gjithë, për familje shqiptare, kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona. Ramazani është një muaj i rëndësishëm, është muaj i solidaritetit, është muaj i afrimit të shqiptarëve me njëri tjetrin, muaj i dhimbshërisë dhe shpresoj shumë që paqja, harmonia dhe mirësia mbi Zot roft në familjet tona, në familje shqiptare. Gëzuar Fitër Bajramin. Gëzuar përshëndet Fitër Bajramin. Faleminderit shumë, bashkë me ju. Zoti ju përmoftë sakrificën, agjërimin. Amen. Faleminderit shumë. Sha paqe, begati për gjithë ju, për gjithë komunitetin, për gjithë besimtarët. Amen, gjithë. Po dëshim kjo është një ditë feste, një ditë harmonie për gjithë. Edhe zemrat gëzohen dhe duhet të jenë tilla të gëzueshme. Duhet të jenë të pashta, duhet të jenë në harmoni të plot me të gjithë njerëzit. Edhe festa, esenca festës është diçka e tillë, me të vërtetë pra njeriu duhet të harrojë të gjitha problemet dhe të gjitha hallet
edhe të gjej forcën brend në thellësi që të gëzoj me të gjithë njerëzit, me të afërmit, me familjarët, edhe me të gjithë njerëzit pra që janë në komunitet ose në qytet. Po dyshim që festa e Bajramit është një fest hynore dhe simbolizon pra paqen, harmoninë dhe lutemi dhe jemi lutur gjatë gjithë muajit të mëndueshëm të Ramazanit dhe jo vetëm, dhe lutemi po ashtu siç e tham për të arritur një ditë të tillë. Padyshim paqja e përsosur është në botën tjetër. Dhe lutjet dhe gjithë ky muaj Ramazanit, muaj agjërimi, besoj që ka shërbyer edhe do të shërbej edhe në vijim të periudhës tjetër të vitit, si reflektim për një botë më të mirë, për një harmoni mes njëri tjetrit, pa shumë shija për më shumë shnet, për më shumë mirësi edhe begati për gjithë komunitetin, por edhe për gjithë shoqërinë që ku ne jetojmë, për gjithë komunitetin, jo vetëm plazhian, edhe shqiptar, për paqe edhe në botë, sepse po jetojmë në një botë të trazuar, kështu që uroj që këtë lutje të shërbejnë për një botë më të mirë për gjithë. Gjithë besimtarëve të Beslimit Islam, gëzuar ditën e Fitr Bajramit, Zoti ua pranov sakrificën për gjatë gjithë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Qoftë këtë ditë një ditë gëzimi, begatie dhe lumturie në familjet të çdo qytetari të Besimit Islam.